Kombëtarja shqiptare U21 do të luajë mesditën e saj intest miqësoren e parë të këtij muaji atë me Moldavin. Trajneri i kuqezinëve të vegjël foli në prag të kësaj sfide duke vlerësuar në maksimum skuadrën kundërshtare. Mi bërë 4 seanca, mendoj që grupin e kemi të plot, nuk kemi pasur dëmtime, na kanë ndihmuar shumë këto ditë në stërvitje sepse kemi punuar shumë taktikisht, dita e martë ka qenë shumë intensive, kemi punuar dhe para ditët dhe mas dite për të qenë sa më mirë ditën e nesërme. Për trajnerin Bushi, çdo ndeshje është e rëndësishme edhe pse nuk janë sfida kualifikuese. Patjetër që është e rëndësishme, për ne çdo ndeshje është e rëndësishme, pavarësisht nuk i luajmë kualifikuese, po i vlerësojmë maksimalisht çdo ndeshje, i kemi vlerësuar dhe në të shkuarën, por gjithsesi Moldavian është për të vlerësuar sepse është një ekip mjaft i mirë, mjaft i fortë në fushën e vet, vën vështirësi, ka vënë ekipet e mëdha shumë vështirësi në fushën e vet. Ne do mundohemi që i përgjigjemi ashtu siç dimë ne, me atë lojë që të bëjmë ne, me lojë sa më fort, me qenë sa më blok mbrapa dhe të ikim me kundërshtim sa më të shpejt. Pas miqësores me Moldavin, kombëtarja U21 do të luajë ndaj Ukrainës në 17 nëntor dhe kjo një sfidë miqësore. Janë këto ndeshje që zhvillohen në kuadër të përgatitjeve për Evropianin e 21 vjeçarëve të vitit 2027, me Shqipërinë që është një prej vendeve organizatore të këtij kompeticioni.